Mentën apo? Si më dush. Një për mos ka lidhje, një të shpak. Tash ka fillu pak me u fresku. Po, qa jashme. A i kom gatruar? Jo, s'ka lidhje. Ka fillu me u fresku dhe me na mbajt pak ngrohtë çaji po dravkës. Cilat kanë qenë ato reagimet e para kur keni vendosur me ju tregu familjes ose kur e kanë kuptuar që do bëni kështu ngjitje ekstreme? Uta? Uta kom. Qa foli këtë. Gjdo ekspedit. Nështa për mu sfida kryesore ka qenë për Everest, sepse kur kom pas shku Mont Blanc, kem kthy pa ta ndërprej punën edhe qa ka qenë dhe një sfidë tjetër, se kom qenë të punu me një agjensit marketingu dhe kom pas një punë tepër të mirë. Edhe më kujtohet, baba më theke, pelem punën për me marrë malin, edhe ju do ke pak absurde. A të ke qetu gabu ose diçka? Jo, asnjëherë s'm ka thonë që jam të gabu, se në fakt me prindë e mena shumë shpesh kemi kalu vikendet për shembull në natyrë, sepse edhe verimet i kemi bo me kamp, kur kemi shku në deti, gjithmonë në tenda, ose kemi pas një kamper, kur kom qenë unë e vogël. Dhe me thonë, aje ka kuptu pak botën tem, se aje na ka rrit, aje na ka bo mu konë të tillë, çfarë unë jam sot. Mirë po, nështë Everesti ka qenë mas sfiduese, sepse e ka ditë që është një rrugë të cilën unë po nisem, po mundem edhe mos me u kthy. Jo vetëm Everesti, po se cilën maje që kom shku, dhe me thonë, sfida ma e madhe, u konë që po i përshëndes edhe nuk e dja mundem u kthy, sepse janë momente cilat nuk mundesh me i parashiku, dhe me thonë qka do që më varet prej meje, unë jë mundu me punu maksimalisht me u bogati, mirë po ka dhe momente cilat nuk më varen prej teje, nuk e den a ka me pas vërteqe, nuk e den, do më thonë, ka faktorë të ndryshëm të cilët mundën me ndiku që te edhe mës me mbjetu ngjitjeve tilla. Po, me kalimin e kohës, sidomos pas ngjitjes në Everest, prindët me kanë qenë shumë krenar, edhe baba jem i ndjerë, gjithmonë e ka bajt një fotografi të majën së Everestit në makinë, edhe bëj ka e gare, sa herë po më anin policia, pja bëj qika jem është Uta. Edhe pëse së shë ka nane herë, sa ka qenë shumë i kujdeshëm, po ka qenë shumë krenar edhe si cilën herë kur njerëzit e kanë kuptu që është baba jem, i kanë tregu qysha ta ndihen për mu, edhe mandej në çdo majë tjetër e kom pas mbështetjen maksimale. Edhe jam shumë e gëzume që njënën prej majeve kom gjitë për ditëlindjen e babës. E kom pas njeri që më kam mbështet shumë edhe pavarësisht që, do me thonë, prindë edhe familjet edhe shoqënia gjithmonë kanë me pas frikë, gjithmonë kanë mu kujdes në kuptimin që kanë me të thonë pse po shkon, a ke mendu mirë, e tjera, mirë, po në fund ditës kur e kuptojnë që ti me të vërtet e ke vendos me vazhdu në qatë rrugë, gjithmonë kanë me të mbështet, edhe mu personalisht më kanë mbështet gjithmonë.